Paralelisht me provimet e maturës shtetërore, po testohen edhe 28.000 nxënës të klasave të nënta. Provimi i parë i zhvilluar sot ishte ai i gjuhës shqipe, që sipas shumicës së nxënësve përmbante pyetje të niveleve të ndryshme dhe vlerësohet si mesatar. Provimi nuk ishte i vështirë, ishte i nivelit minimal, kishte dhe pak disa pyetje që ishte i nivelit maksimal, por që në përgjithësi nuk mund të themi që ishte i vështirë. Provimi ishte i nivelit të mesëm, kishte disa gjëra që mund të ishin pak për ekselentët, le të themi. Brenda pritshmërive, sipas përgatitjeve që kisha bërë, ishte mjaftueshëm i nivelit ton. Në pritje është provimi i matematikës, që shikohet si më sfidues. Mund të them provimi matematikës, ndoshta nga që ka më shumë komplikacione. Në provimet e tjera, frika mbetet vetëm në provimin e matematikës, pasi anglishtja për mendimin tim është një lëndë shumë elementare dhe nivelit bazë. Provimin e matematikës, pasi lënda matematikës është goxha vështirë. Cikli i plot i testimeve do të mbyllet me gjuhën e huaj në 30 qershor. Testimet zhvillohen paradite dhe zgjasin 2 orë 30 minuta. Ndërkohë, nxënësit e pakicave kombëtare do të testohen edhe në gjuhën e tyre anëtare ditën e nesërme më 20 qershor.